Mirëmbrëma, shikues të nderuar. Autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 7 serbë në Graçanic pas akuzave të ministrit në detyrë Nena Drashit se lista serbe po bën trysni dhe po frikson mbështetësit e saj. Kjo ngjalli protestën e serbëve lokal kundër ndalimit të 7 personave në njërin anë dhe të atyre që dolën në mbështetje të përjashtuarve nga punat votuesve që nuk e përkrahin listën serbe. Në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, komuna e Graçanicës ishte epicentër e disa veprimeve të cilat janë cilësuar si ndërhyrje e Serbisë në zgjedhjet e 7 qershorit. Një ditë më parë, 7 persona u arrestuan për cënim të vullnetit të lirë të votuesve, teksa sot ky arrestim u shoqërua me një protestë nga ana e serbëve të Graçanicës, përfshirë punonjës shëndetësor dhe të arsimit. Shumica e qytetarëve të mbledhur refuzuan të flasin për protestën përveç njërit nga ta, i cili tha se çdo herë e kanë mbështetjen e Serbisë. Danas sam ovde da Sot jam këtu për ta mbështetur në Serbi dhe popullin serb. Unë mendoj se do të mbetëm në Kosovë. Nuk e di se çfarë mund të ndryshoj ky tubim, por unë do mbetëm të jetoj në Kosovë. Ne kemi gjithmonë mbështetjen e Serbisë. U bë ditur se të arrestuarit e dyshuar për cënim të vullnetit të lirë të votuesve janë drejtor të institucioneve arsimore dhe shëndetësore, të cilët, siç u tha, kanë marrë vendim për shkarkimin nga puna të një numri punonjësish serb. Familjarët e të larguarve nga puna thanë se kjo ndodhi vetëm pse nuk e përkrahen listën serbe. Suprug od oštećene koja je dobila otkaz u prosveti. Unë jam bashkëshorti të dëmtuarës që është përjashtuar nga puna në arsim, për shkak se unë jam një antar i një partie tjetër, dhe jo subjektit kriminal siç është lista serbe. Pyes këta njerëz këtu a kanë dalë në mbështetje të më se 20 qytetarëve serb që kanë mbetur pa punë, vetëm se nuk e kanë përkrahur listën serbe, apo në mbështetje të drejtorëve të ndërmarrjeve publike, të cilët kanë marrë urdhër që t'i përjashtojnë nga puna punëtorët pa asnjë arsye. Pred svojim radnicima da su dobili naredbu. Kundër protestës së serbëve lokal dhe në mbështetje të shkarkuarve nga puna, doli edhe djali i politikanit serb Nena Drashić, i cili së fundmi ka shfaqur shqetësime për ndërhyrjet e Serbisë në zgjedhjet e qershorit. Ja sam danas izašao na ovaj protest zato što Unë kam dalë sot në mbështetje të njerëzve që janë përjashtuar nga puna nga ata të cilët u arrestuan dje. Nuk i mbështes drejtorët e arrestuar, por jam në anën e atyre që kanë mbetur pa punë. Lidhur me të arrestuarit, prokuroria themelore e Prishtinës ka thënë se janë siguruar deklarata dhe provat e mjaftueshme, mbi bazën e të cilave dyshohet se personat e ndaluar janë përfshirë në veprime të kundërligjshme që ndërlidhen me veprën cënim i vullnetit të lirë të votuesve. Protesta e serbëve në Graçanic u mbikëqyr nga KFOR-i dhe policia e Kosovës. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka reaguar ndaj ndërhyrjeve të Serbisë në zgjedhjet e Kosovës, duke thënë se është thelpsore që të mos cenohet vullneti i qytetarëve. Lidhur me këtë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se shantazhi nga Beogradi ndaj votuesve serb në Kosovë është ndrruar në fenomen, ndërsa Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë kërkon rritje të masave të sigurisë në prag të zgjedhjeve. Thirrjet e Beogradit zyrtar për votim të listës serbe në zgjedhjet e qershorit dhe presioni që siç është thënë po ushtrohet mbi serbët lokal kanë ngjallur val reagimesh. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë tha për radio-televizionin 21 se është thelpsore që të mos ndërhyet në vullnetin e qytetarëve. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi e mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin e tyre, duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyet në procesin e formimit të vullnetit qytetar. Përveç thirrjeve për votim të listës serbe, së fundmi një numër zyrtarësh serb u shkarkuan nga puna në institucionet në të cilat udhëheq lista serbe. 7 persona deri më tani u arrestuan nga policia e Kosovës për cënim të vullnetit të lirë të votuesve në Graçanic. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se serbët e Kosovës po përballen me trysni dhe kërcënime si asnjëherë më parë. Sipas tij, Serbia synon të ndikojë në funksionimin e institucioneve të vendit, duke cilësuar këtë si veprim të paligjshëm në një shtet sovran. Këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vet ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë përmasa
të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe. Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ndërkat shtron nevojën për shtim të masave të sigurisë sa i përket zgjedhjeve të nënshkurtit pas ndërhyrjeve të Serbisë. Drejtori i kësaj qendre, Mentor Vrajolli, thotë se ndërhyrjet e tilla cenojnë sigurinë dhe integritetin e zgjedhjeve. Përkundër faktit që zgjedhjet në Kosovë përgjithësi kanë kalu jashtëzakonisht mirë, ndoshta kemi qenë shembull në rajon sa i përket mbarvajtjes së zgjedhjeve, pjesa më e dobët çalimet pa të zgjedhjeve në Kosovë kanë qenë gjithmonë tek komunitetet serbe, përgjithësi qoftë pjesën veriore, qoftë edhe në komuna të tjera, kjo duket qartë zgjedhje për nga fakti që një parti merr gjitha votat. Gjitha komunat janë të qeverisura nga disa sërbska. Mendoj që institucionet e sigurisë megjithatë kësaj here kanë arrestuar disa persona të kanë qenë përfshirë në këtë formë. Mendoj që kjo është çështja e duhet që masat e sigurisë të rriten kudo që vrehet se ka persona të tillë të cilët ushtrojnë trysni, duhet të ndëshkohen, ndëshkimet duhet të jenë jashtëzakonisht të ashpra që të sigurohet që këto gjëra të mos ndodhen në të ardhmen. Lidhur me masat e sigurisë para dhe gjatë ditës së zgjedhjeve në Kosovë, Radio Televizioni 21 i është drejtuar Policisë së Kosovës, por tash 2 ditë nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë ende pa nisur fushata për zgjedhjet e 7 qershorit, përfaqësuesit politik janë fokusuar në ofendimet ndërsjella personale. Profesor universitar u bëjnë thirrje politikanëve për kujdes nga gjuha e urrejtjes që denigron fushatën, por të shpalosin programet e tyre për zgjidhjen e problemeve me të cilat po përballen qytetarët. Me shtotin, na i pensionojmë, me tepin një lokale e gjithë të qytet, na vinë me qelë salon të mbulimit për fyzeta që i pensionojmë. Shtojnë atë të Kjo pjesë e videos e cila pasqyron se ministri në detyrë i punëve të jashtme Glauko Njufca dhe mbështetës të vetëvendosjes po qeshnin duke folur për profesionin e frizerkave, ku aludohej se kundërshtarët e vetëvendosjes do të pensionohen politikisht pas zgjedhjeve të 7 qershorit dhe do të hapnin sallone. Kanë ngjallur reagime dhe kritikat e ashpra për gjuhën denigruese dhe përçmuese ndaj profesioneve. Gjatë ditës kandidatja për presidente nga LDK Vjosa Osmani nga një salon frizerie ju kundërpërgjigj Konjufcës, duke thënë se vetëm puna e çon përpara Kosovën e jo urrejtja dhe përçmimi. Asnjë grua që punon nuk duhet të jetë objekt për qeshjeje. As gruaja në salon, as gruaja në market, as gruaja në shkollë, as gruaja në spital, as gruaja në zyrë, as gruaja në universitet. As gruaja që mban biznes, as gruaja që mban familje, as gruaja që punon pandalur edhe kur askush nuk ja sheh mundin. Ministri në detyrë i punëve të jashtme Glauko Njufca një ditë më parë u arsyetua për deklarimin e tij, duke fajsuar një simpatizant të vetëvendosjes, të cilin e quajti pseudo gazetar. Në një tubim në Ferizaj, një pseudo-gazetar më ndërpreu dhe përdori termin frizere, pyetjen as që e dëgjova sakt për shkak të zhurmës dhe artikulimit. Ky term pengoi dhe asqarova atij se shumë vajza e gran popullin tonë bëjnë këtë punë fisnike dhe mbajnë familjen e tyre. Por profesori i gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Alban Zeneli, tha se deklaratat e Konjufcës, i cili paraqet një simpatizant të vetëvendosjes si pseudo-gazetar, është e dëmshme për profesionin e gazetarisë. Një deklaratë e tillë duke tentuar me paraqit një aktivist politik si gazetar ose pseudo-gazetar, kjo deklaratë është në funksion të mjegullimit të kufive në mes asaj se çka është gazetar në të vërtetë. Mendoj që i shërben politikanëve me qëllim që me diskreditu punën e vërtetë gazetarëve të cilët i mbajnë ata politikanët përgjegjës për punën që bajnë. Politologu Albinot Maloku tha se mënyra e instalimit të komunikimit agresiv është dëmshme për qytetarët, sepse sipas tij partitë politike duhet të fokusohen në problemet e qytetarëve dhe jo në gjuhë denigruese. Lëvizja vetëvendosje sikur nuk ndihet rehat që të komunikon drejt për drejt me qytetarin për problemet e tij. Ose bëhet ky lloj komunikimi i cili është bërë në një moment të parafushatës zgjedhore, ku prapë nga ky pasioni për të dukur më interesant degradojnë
profesione shumë fisnike që janë në Republikën e Kosovës. Profesori universitar Alban Zeneli dhe politologu Albinot Maloku kërkojnë nga përfaqësues politik të ndalin gjuhën e urrëties dhe denigruese dhe të fokusohen në shpalosjen e programeve dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët. Efekti dytësor është që politikanët nuk mbahen përgjegjësim për premtimet e tyre dhe nuk fokusohen më tek programet të cilat i ofrojnë përvotuesit. Në anën tjetër, nuk ka askush, sidomos nuk flet për premtime të konkretizuara të cilat të prekojnë drejt për drejt jetën e qytetarit. Fushata për zgjedhjet e 7 qershorit fillon me 28 maj dhe do të zgjasë 10 ditë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur zëvendës ndihmë sekretarin e përgjithshëm për partneritete në NATO, Kevin Hamilton, me cilin ka diskutuar edhe rreth idesë për krijimin e gjandarmërisë dhe konceptin që do të ketë kjo platformë e sigurisë. Në anën tjetër, analistët për çështjet sigurisë vlerësojnë se prezantimi i kësaj ideje në kohë fushate zbej rëndësinë dhe rolin që do ta kishte në forcimin e sigurisë në Kosovë. Një ditë pasi ministri në detyrë i brendshëm Xhelas Veqa bëri të ditur se janë ndërmarrë hapat e parë drejt themelimin të gjandarmerisë së Kosovës, kryeministri në detyrë Kurti foli për rëndësinë që do të ketë struktura e re e sigurisë, e cila sipas Kurtit do të jetë më shumë se polici e më pak se ushtri. Kurti tha se gjandarmeria do të përdoret për ruajtjen e kufirit, luftën kundër terrorizmit dhe kontrabandës, por edhe kontrollin e infrastrukturës kritike. Ndërkohë për këtë çështje Kurti diskutoi edhe me zëvendës ndihmë sekretarin e përgjithshëm për partneritetin në NATO, Kevin Hamilton. Në pyetjen e zotit Hamilton, kryeministri në detyrë Kurti shpjegoi konceptin dhe theksoi nevojën e kësaj strukture në forcimin e sigurisë dhe koordinimit me KFOR-in dhe NATO në këtë drejtim. Kryeministri në detyrë Kurti ditë më parë ka përshkruar gjandarmerinë, e cila do të krijohet si forcë për ruajtjen e kufive gati 400 kilometrash me Serbinë, megjithse në Kosovë kompetencat ushtarake për kontrollin e kufive i ka KFOR-i. Kurti tha se gjandarmeria synon që të ketë bashkëpunim me NATO-n. Ndërkohë, ish zëvendës ministri i brendshëm Valdet Hoxha vlerëson se përkundër rëndësisë që ka krijimi i kësaj strukture të re të sigurisë, prezantimi i saj në kohë fushate zbej rëndësinë dhe rolin që do të kishte në forcimin e sigurisë në Kosovë. Ky proklamimi i krijimit të këtij mekanizmi në kohë fushate e zbe paksa rëndësinë dhe momentumin kur krijohet ky mekanizëm, sepse krijon me të drejtë perceptimin publik që krijimi i këtij formacioni mund të ndërlidhet me interesa politike të fushatës zgjedhore, prandaj momenti nuk është i duhur për ta shtyr përpara këtë ide, sepse e humbe zëshmërinë dhe pa të drejtë lëndohet si proces. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që Kurti bën premtime në aspektin e sigurisë. Ai edhe në 2 fushatat e kaluara kishte premtuar fabrikë për prodhimin e droneve, por edhe fabrikë për prodhimin e municioneve ushtarake. Në këtë situatë, ish-nën koloneli i policisë në pension, Refki Morina, thotë se premtimet politike duhet të mbahen, derisa përmend edhe kostot financiare që nevojiten për krijimin e një strukture të re të sigurisë. Prandaj një formë e tillë e profesionalizmit të kësaj trupe ose kësaj strukture është shumë e rëndësishme, por duhet të shihet mënyra strukturimit të saj, mënyra organizimit të saj, mënyra e financimit për arsye se ka kosto të mirëmbajtjes, të personelit, të teknikës, teknologjisë më moderne, të trajnimeve të vazhdueshme e tjera. Ndërkohë, sipas ekspertëve të sigurisë, struktura e sigurisë, siç është gjandarmeria, është platformë e njohur në Evropë dhe se Kosova do duhet që të merrte shembull nga shtetet evropiane për krijimin e saj në Kosovë. Forca, mënyrë që të organizohet sa më mirë një gjandarmeri e tillë, edhe ta ketë modelet e shteteve perëndimore, të cilat krijojnë një mekanizëm të tillë gjandarmerie, i cili i përshtatet specifikave të vendit tonë, për arsye se çdo vend ka specifikat e veta të organizimit të brendshëm. Aktualisht, autoriteti kryesor për sigurinë e Kosovës, sipas nenit 153 të Kushtetutës, është KFOR-i. Ndërkohë mbetet e paqartë mënyra se si synon që të veprojë gjandarmeria e Kosovës, me që aktualisht Forca e Sigurisë së Kosovës nuk lejohet të shkojë në veri të vendit pa një leje nga KFOR-i. Pesë shtete të Bashkimit Evropian kanë propozuar një model të antarësimit hap pas hapi për vendet e Ballkanit Perëndimor,
ku bën pjesë Kosova me synim për t'i afruar gradualisht ato me tregun e përbashkët evropian dhe për të kufizuar ndikimin rus në rajon, raportoi sot Euroaktivi. Në një dokument konfidencial të shpërndar mes 27 vendeve antare të BE-s në Bruksel, Austria, Çekia, Italia, Slovakia dhe Slovenia kanë kërkuar nga Komisioni Evropian që të rishqyrtojë mënyrën se si vendet kandidate përfshihen në tregun unik evropian. Vazhdojmë me lajme të tjera nga vendi. Qeveria në detyrë prezantoi sot pakon e re për largimin e deponive ilegale të mbeturinave në gjithë vendin, duke bërë të ditur edhe masat konkrete dhe veprimet institucionale për mbrojtjen e mjedisit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se situata me mbeturinat është bërë serioze, sidomos nga hapësirat që nuk mbolohen nga askush. Mbledhja e trajtimit mbeturinave kërkon një harmoni dhe ekuilibër shoqëror e institucional, gjë e cila nuk është lehtë e arritshme. Prandaj sot kemi një situatë me mangësi serioze në menaxhimin e mbeturinave. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat, ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ai po ashtu theksoi se me këtë paku parashihet largimi i 500 deponive ilegale. Ky aksion ka për qëllim të arrijë dy efekte të njëkohshme. E para të intervenoj në vendet ku hedhja ilegale e mbeturinave rrezikon ambientin dhe shëndetin, por po ashtu kërkon të shtrojë një rrugë të re ku qeveria nuk rri më duar kryq, por është prisë e organizimit. Aksionit të rezultojë suksesshëm, janë parapar gjithsej 5 marrëveshje me kompanit. Buxheti i parapar nga Qeveria e Republikës është 1 milion euro. Ndërkaq në njërën anë parashihet largimi i 500 deponive ilegale të mbeturinave. Ne presim që përgjatë kohës sa zhvillohet aksioni, të kemi 10 inspektor e zyrtar të angazhuar ekskluzivisht në inspektim të mbeturinave. Ministrja në detyrë e këtij dikasteri Fitore Pacolli theksoi se janë ndarë 1 milion euro për këtë pako, për largimin e deponive dhe mbulon hapësirat jashtë kufive të vendbanimeve. Pra me këto 5 marrëveshje me kompanitë regionale dhe publike, ne synojmë largimin e rreth 500 deponive ilegale të mbeturinave në gjithë territorin e Kosovës. Ketë më asnjë tolerancë për ata që ndotin lumejnë tonë, pyjet tona, tokat bujqësore dhe hapësirat publike. Nuk do të ketë më heshtje institucionale përballë deponive ilegale dhe as arsyetime për ata që dëmtojnë mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Deponit ilegale të mbeturinave vazhdojnë të mbeten një nga sfidat më të mëdha mjedisore në Kosovë, duke rrezikuar shëndetin publik dhe ndotur hapësirat publike. Organizata jo qeveritare Qikat protestoi para qeverisë duke kërkuar mbrojtje dhe veprim institucional ndaj shpërndarjes së fotografive dhe dhënave personale në rrjetet sociale, që u cilësua si dhunë e organizuar me baza gjinore, ndërsa u kërkuar nga institucionet e drejtësisë që kjo të konsiderohet si formë e dhunës ndaj grave. Këta tinguj telefoni që po i dëgjoni janë zhurma e dhunës që shteti ka vendosur mos meni. Kështu nis dita e shumë vajzave dhe grave në Kosovë, me telefonata prej numrave të panjohur, me mesazhe, me frikë, me dyshimin se fotografia, emri apo numri i radhës që po qarkullon në grupe me mira burra është i tyre. Në grupe si Discord, Telegram e platforma tjera po shpërndahen fotografi, video, emra, adresa e të dhëna personale të grave dhe vajzave të cilat po komentohen e konsumohen si zbavitje. Trupat e grave po trajtohen si objekt, ndërsa dhuna po organizohet kolektivisht, në hapësira digjitale që funksionojnë hapur e pothuajse pa asnjë pasojë. Kjo është dhunë e organizuar me bazë gjinore. Edhe pse privatësia dhe dinjiteti i grave po shkelen çdo ditë, shteti po zgjedh mos me e njoh dhunën kibernetike si dhunë me bazë gjinore dhe mos ta kriminalizojë si të tillë. Edhe për te mungesës së ligjeve adekuate, nuk po shohim as ndonjë përpjekje tjetër minimale për ta luftuar këtë formë të dhunës. Punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës tash një javë janë në grevë duke kërkuar rritje të pagave.
Ka një javë që punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës të kontraktuar përmes një kompanie private janë në grevë për shkak të pagës nën minimale prej vetëm 295 eurosh, shumë që sipas tyre nuk mjafton për përballimin e jetës. Pakënaqësinë e tyre vendosën ta shprehin edhe para zyrave të rektoratit të Universitetit të Prishtinës, duke kërkuar zbatimin e pagës minimale dhe zgjidhje urgjente për gjendjen e tyre. Ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm të Universitetit të Prishtinës, Safet Thaçi, u tha punëtorëve se universiteti ka kërkuar nga kompania analiza financiare dhe numrin real të punëtorëve, por sipas tij, deri më tani nuk ka pasur përgjigje. Ai nuk e ka sjellë analizën financiare, është duhet autoriteti kontraktues të krahasë universitetit me bë analizë për ta, e kemi bë analizën vizione financiare, ka dalë çike shumë, çike vlerë, dhe në qitë shumë, në qitë vlerë, ai pret me nënshkruar amandementimin. Nëse, për paralajmëroj, nëse ai amandementimin nuk e nënshkruan, do të marrën pa patjetër të shkruar. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Erben Hajrullahu, tha se ka mospërputhje mes numrit real të punëtorëve në teren dhe atyre të raportuar nga kompania, ndërsa paralajmëroi se rasti do të procedohet në organet e rendit. Kam kërkuar prej sekretarit të Universitetit Prishtinës që me u garantu që operatorët ekonomik i respektojnë ligjet edhe vendimet. Qoftë se jo, e siç duket me rastin e juaj me operatorin ekonomik është e qartë se ka pas shkelje ligjore, atëherë ne i kena çu vërejtjet edhe në qoftë se nuk evitohen shkeljet, do të vjen deri te shkputja e kontratës. Po si do që tjetë, ju them edhe dy çështje publikisht. Në shkeljet e dyshuara që kanë ndodhur do të procedohen në organet e rendit. Punëtorët kërkuan gjithashtu që të rikthehen si punonjës të universitetit dhe jo të mbesin të kontraktuar nga kompani private. Në lidhje me këtë, rektori tha se është ngritur si ide edhe krijimi i një ndërmarrje publike për menaxhimin e punëtorëve teknik dhe të sigurimit në institucionet publike. Punëtorët teknik thanë se ata po kërkojnë të drejtat e tyre, ndërsa siç thonë ata kanë mbetur zorr çorre. Diçi do të mja dalë, mos në pas indikator në pejtë. E shkurton një nënon, lukë që më lukë që kemi pas në kur me punëtor. Kur, sidomos tash jo. Tash tëpin kompania e gjumë të këta të kompania, na zërë qërre. Kemi protestu këtu, për shko që se kompania njëve në thëtë që rektorati i kofaj, rektorati si që pata jo folja dhe rektori, thëtë që kompania kofaj. Kështu që na kemi metë në mëshirën e as këtyne, as atina. Po, na do të vazhdojmë kështu. Sipas analizës të nxjerrë nga Universiteti i Prishtinës, nga kjo kompani operojnë vetëm 132 punëtor në objektet e universitetit, ndërsa më përpara kompania ka pasur të deklaruar më shumë se kaq. Mes kushteve të përmirësuara, mungesës së ujit ngrohtë dhe nevojës për më shumë hapësira rekreative, studentët që jetojnë në konvikte po përballin çdo ditë me sfidat e jetës larg familjes. Studentët e vendosur në konvikte së bashku me personelin e qendrës së studentëve po bëjnë përpjekje që të krijojnë kushte bazike për qëndrimin e tyre në konvikte. Jeta studentore konsiderohet si një nga periudat më të bukura të jetës, një fazë mbushur me sfida, njohje të reja dhe kujtime që mbesin gjatë. Studenti Adrian Mustafaj, banues në konvikt tash sa vite, thotë se gjendja në konvikt është dukshëm më e mirë krahasuar me vitet e kaluara. Sipas tij, kushtet bazike janë përmirësuar dhe studentët tashmë kanë më shumë rehati gjatë qëndrimit të tyre. Ka kaluar në një tranzicion, e ky tranzicion ka qenë pozitiv. Mendoj se kushtet në të cilat jemi janë të kënaqshme. Si banues në qendrën e studentëve, jeta edhe ushqyerja në mencën e studentëve është e kënaqshme, është e mirë, po edhe jeta në konvikt është e mirë, edhe banimi në të. E për gjendje në përgjithësi flet edhe kryetari i Parlamentit studentor Gentrit Sufi. Ai vlerëson se situata është e mirë, megjithatë thekson se një nga shqetësimet kryesore mbetet mungesa e ujit të ngrohtë pas orës 7 pasdite, si dhe mungesa e hapësirave rekreative për studentët. Mundë me përmend çështjen e ujit të nxehtë, i cili ndoshta në këtë kohë kur jemi është
pak e çuditshme me fol, por studentët në konvikte kanë ujë të nxehtë vetëm deri në ora 7, kurse pas orës 7 nuk kanë ujë të nxehtë. Kjo është një çështje e cila edhe është adresuar në të kalumen. Ka pas edhe përgjigje, por nuk ka pas zgjidhje. Njëra prej çështjeve cilën e kemi adresuar në Komisionin për Planin Strategjik për Universitetin e Prishtinës është edhe çështja e hapësirave për rekreacion në Universitetit të Prishtinës. Ne e shohim si të nevojshme që në pjesë të caktuara të UP-s, pra të kampusit të universitetit, janë shumë të nevojshme hapësirat për rekreacion, siç janë këtu brenda konvikteve, ndoshta koshat e basketbollit ose pjesë të tjera. Ndërkaq drejtori i qendrës studentore Krem Rudari deklaron se gjendja aktuale është stabile, por sipas tij në një të ardhme priten investime dhe përmirësime të mëtutjeshme, sidomos në kuadër të përgatitjeve për aktivitetet dhe lojrat olimpike. Rana po presim që më bë lojrat mesatare 2030, atëherë komplet ndryshon gjendja, po edhe tash është gjendja shumë e mirë. Për kushte mrena për mrena, kemi dëshirë me pas sidomos për shembull ujë nxehtë me qenë 24 orë. E kemi deri nga 7 mëngjes deri në 8 mbrëmje. Kemi pas dëshirë që dhomat në përkonvikte që janë me banjet përbashkëta, me kon 2 dhoma në banjë, sikur që i kemi 4 konvikte tjera. Edhe ato 4 tjetrat me qenë njëjta gjë. Por gjendja do të ndryshojë me lojrat mesatare 2030 rrëndësisht. Megjithëse sfidat nuk mungojnë, për shumë student konvikti mbetet shtëpia e tyre e dytë. Mes ligjëratave, provimeve dhe jetës larg familjes, ata po përpiqen që vitet studentore t'i shndrojnë në kujtime dhe përvoja që do t'i përcjellin gjatë gjithë jetës. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.